nuk përjashtohet edhe elementet e spekulimit dhe kjo është një traditë dhe një lloj sjellje që karakterizon të gjithë tregjet, ka një lloj veprimi të tepruar, reagimi të tepruar në momentet e një lloj paniku që shoqëron ngjarje të tilla me përmasa, do thoja, të jashtëzakonshme, të pandeshura më përpara. Kështu që pa diskutim që ka dhe një element spekulimi, sidoqoftë mendoj që është vështirë të japësh një përgjigje sepse normalisht autoritetet duhet që të bëjnë një analizë më të do thoja me informacione më të brendshme që ato disponojnë, për shembull për të parë se sa nga ajo nafta që ofrohet në tregun sot është naftë e blerë më përpara dhe përpasoj ka qenë e depozituar, ka qenë e paguar me një tarif tjetër apo me një çmim tjetër, dhe sa nga kjo naftë e cila po tregtohet aktualisht është pjesë e furnizimeve të reja. Kështu që nga kjo pikpamje, në qoftë se është një stok rezerve i krijuar nga e kaluara, pa diskutim që kemi të bëjmë me një rritje të marzhit të fitimit. Kështu që kjo është arsyeja për shembull që në disa vende qeveritë kanë vendosur kufizime në marzhin e fitimit, jo vetëm për tregtimin e karburanteve, në fakt, por edhe të produkteve të tjera në supermarkete, të cilat lidhen drejt për drejt me xhepin e